Kam qenë që tash fërë kam marrë 3 muaj imam në Zvicër, kam qenë qytetin Vitentur, ka njerëz shumë pasun aty shqiptar, edhe mundodh, ma ka blej telefon, shembull për bëj. Pjetri 1 orë. Po 120 vetura i ka 120 vetura, une ai ka emën, ka mbi emën, janë organet e renit që mund të merren me ato, une nuk duhe ta njëllosi shpirtin tem edhe nuk e di saksisht, mirë po, nëse ka manipulue, ai duhet jep llogari, edhe para Zotit ka me dhonë, po plus edhe para njerëzve. Shehi nderuam që e tha një fjalë, ne e dim që jemi syni edhe jemi dërvish. Vetëm shalut mos me u zgjeru shumë të që pjesë nuk po zgjeruam, mirë po për hir të së vërtetës dhe nuk kemi kohë pastaj edhe për të thuar syni mësimeve domethënë kuranore edhe mësimeve profetike, në kohën e pejgamberit alayhi salatu wasalam nuk ka ekzistuar dërvish. Kjo pas vrasjes së nipave të pejgamberit alayhi salam që u bën një luftë vllavrase. O një pikë, një njoll që s'hiqet kurr, një luftë pa kuptim, një luftë që faktikisht na dhem hala dhe s'ka mu shëru gati kurr. Kjo ka bëu që domethënë dikush tanoj ka Muavija, dikush tanoj ka Halia, edhe vetë fjala domethënë dërvesh apo shia i bie shqip i thar dashamir që janë pozicionuar në këtë drejtim. Po ne kemi orë sot për një temë tjetër dhe s'po duhet të zgjeruam më shumë. Kur një pjesë fetare ton luks ekstrem a bie kjo ndesh përveç me parimet ndoshta morale edhe me ato islamet në këtë rast apo fetare? Bie ndesh, po unë muj me akuzu këtu se unë kom pas një rast tash e kom dhënë dekretin e shehut. Edhe ai nisi me bot dolojna, sigur shembull si ky. Edhe nuk shkoj disa muj, unë i thash ti ma nuk ekziston sheh. Unë po bëj çudi pse Bashkia Tarikate nuk po reagon ndaj këtij, se Bashkia Tarikate ky është në sektën e Bashkisë Tarikate. Pse këta nuk reagojnë edhe me thanë ti mos zotni nuk je, ose Bashkia Tarikate duhet me ekzistu më shumë pak më aktiv. Me thënë, ka po shkon, me këqyrë antarët e vetë, a po punojnë me mashtrime, a çka po bojnë, duhet me këqyrë a janë në kuadër të Kuranit, se nëse mirë me fe, me Kuranit ndalohet Hoxha Efendi dhe kamata, do më thënë këto krime, edhe Allahu e cek se haramet, kazinos e këto, me radhë që nëse këto përdorohen janë si me bo dhe mardhanje me nanën. A që vepër e rëndë që eksiston kjo, e pse lijojnë do më thënë, edhe pse e besojnë dërvisht e ti, duhet me ditë se kujtë po i drejtohen, se domë kam i bo edhe atimve. Duhet me marë pasqyrimin e shehut me këqyrë se ka është ka shkan qaj she ose qaj hoxh, është shku rrugë të Allahot apo është të bo mashtrime. Ta vete e kanë lanë me një mënyrë, vete e kanë liju hajtë se babashe po bën pare, po jo, se nëse shehu ose hoxha bën pare, pasuri, duhet me ndërtu në fejnë islame. Po pa dyshim në fej tjetër, se në ajna vetë muslimon, do më thënë vetë pache. Në duhet me kontribu edhe në fej tjetër, edhe kryshter, okej, janë vllazët tonë shqiptar, edhe po këta vetëm po këqyren me buf përfitime për veti, edhe se sot përvlesohen të disa sa ka pare, jo se ka autoritet një sheh ose një hoxh ose dikush tjetër. Flasim pak dhe me Arbën që kemi ndidhje direkte, a kishte edhe më herët dyshime për ta zëm ndoshta jo vetëm nga ky sheh imam, por edhe nga pjesë të tjerë fetar që po manipulojnë apo po përfitojnë në këtë mënyrë? Sigurisht e këtu në Zvicër, për shembull, çdo ide absolutiste, idetë absolutiste janë idetë fetare, çdo ide absolutiste mirët me rezervë dhe aty kontrolli është gjithmonë më i rreptë. Dhe këtu shoqënia është e përgatitur për këtë çështje. Te ne ka një deficit në këtë drejtim, ka një deficit të partitë politike, ka një deficit të institucionet, ka një deficit edhe të institucionet arsimore, por ka edhe deficit të ne si popull, se ne duhet ta kuptojmë që një ide absolutiste, pavarësisht cila është ajo, qoftë e kështenimit, qoftë e islamit, gjithmonë krijon rrethana për manipulim.
për indoktrinimit. Qysh kontrollohen nga ligje në Zvicër këto? Këto janë të rregulluar me ligj, tu mundesh me bë gabimin, por për gabimin paguan sigurisht. Ai tani personin e tillë që s'po duhet ja përmend asamin, ai ka marrë dënimin e tij, shoqënia këtu i kryen punë me të. Do të thotë për shtetin këtu çdo gjë është në rregull, sepse ligji e ka thonë fjalën e vet. Dhe tash me qenë se ligji e ka thonë fjalën e vet, ne tjerëve nuk ka takon